I thash nuses, merr valixhet, ikte nëna jote. Bashkëshorti Andreas tregon si qëndron e vërteta përmes kësaj letre. Bashkëshorti Andreas, Gerta, ka reaguar për deklaratat e fermerit kur mori lajmin se fëmia i tyre i parë ishte vajzë. Me anë të një letre ajo tha se Andrea është keq kuptuar. Partnerja e fermerit shkruan se Andrea kuptoi mendimin e gabuar kur mori në krah për herë të parë mrekullinë e tyre, vajzën. Gerta deklaroi se Andrea është një bashkëshor dhe babai përkushtuar për familjen e tyre. The me plot bindje që është keq kuptim. Unë jam shumë e lumtur që po e përcjellin Andrean dhe po e suportojnë me dëshirën për të njohur njeriun e dashur dhe allegro që njohim edhe ne. Në një reality show, pa diskutim, vend do ketë edhe për keq kuptime, por jam e sigurt që ai është keq kuptuar, më pëlqen për përgjegjësinë që ka kundrejt publikut. Andrea, si shumica e migrantëve, është rritur nga breza paraardhës me shprehi të ndryshme, siç është edhe dëshira për të patur një djalë për të trashëguar mbiemrin, por si çdo eksperiencë e re, edhe të bësh prind për herë të parë, të ndryshon kuptimin dhe esencën e jetës. Jam shumë krenare për Andrean që kuptoi mendimin e gabuar që kur mori në krah për herë të parë, mrekullinë që na i dhuroi Zoti. Sot e tregon për të dhënë një mesazh sensibilizues dhe për të dhënë shembull dhe për të bërë shembull veten e tij. Jam me fat që kam zgjedhur në krah një bashkëshor dhe baba të mrekullueshëm dhe të përkushtuar për familjen, ka thënë Greta, partnerja e Andreas.